Vajza nuk dëshironte që gjyshja të kujdeset për të, kështu që mamaja instalon kamera sigurie. Ajo ishte e bindur se vajza ishte në duar të mira në shtëpinë e gjyshes, por kur fëmia ndaloi të fliste fare, mamaja e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull. Ajo dëshironte që vajza dhe gjyshja të lidheshin fort me njëra tjetrën. Vajza do të besonte se shtëpia e gjyshes ishte një parajse ngrohtë, plot me ëmbëlsira të pjekura, ursulina të buta dhe qumësh të ngrohtë, por shpejt do të kuptonte se sa gabim ishte. Për muaj të pafund, vizitat në shtëpinë e gjyshes kishin qenë pikë kulmore për Hailey James dhe vajzën e saj 6 vjeçare Suzy. Të dyja kishin dashur gjithmonë të vizitonin shtëpinë e Junit. Kishte qenë një burim dashurie dhe gëzimi për ta, duke i bërë ata gjithmonë të prisnin me padurim. Por, papritur, Suzy filloi të vepronte ndryshe menjëherë pasi vizitoi gjyshen. Njëherë ishte një fëmijë i qeshur, kurse tani ajo e kishte bërë që të bëjë e heshtur dhe e tërhequr. Kur vinte nga gjyshja, ajo duke e friksuar dhe dukshëm kur Hailey i thoshte se do të vizitonte gjyshen, ose që gjyshja do të vizitonte atë, ose do të kujdesej për të përderisa Hailey ishte në punë. Hailey nuk e dinte ç'të bënte me këtë sjellje. Mos ndoshta ishte një fazë apo kishte diçka që ndodhte me vajzën e saj te shtëpia e Junit, që ajo nuk e dinte. Hailey nuk mund të thoshte kur kishte filluar kjo sjellje. Ajo mund të kujtonte vetëm se një mëngjes të shtune, Suzy filloi të ankohet për të mos dëshiruar që të vizitonte gjyshen. Në pranitë e dilemës midis dëshirës për të qenë një mama e përkryer për Suzyn dhe një vajzë e mirë për Junin, Hailey u gjet midis një guri dhe një vendi të fortë që ishte një burim dashurie dhe gëzimi për të. Ajo nuk donte që vajza të rritet pa përjetuar gëzimet e qenies së një mbese, por as nuk donte që Suzy të ndjehej sikur po mbyllej kur vizitonte gjyshen. Duke përpjekur të gjejë një ekuilibër mes të dyjave, Hailey vendosi të reduktonte vizitat në shtëpinë e nënës së saj. Nëna e saj nuk mund të kuptonte pse vizitat që kishin qenë gjë javore po zvogloheshin ngadalë. Hailey nuk mund t'i tregonte gjyshes, nuk mund të thyente zemrën e saj në këtë mënyrë. Ajo gjithashtu vuri një dallim të vogël në sjelljen e Suzyt. Vajza dukej më pak e hidhur, edhe pse fytyra e saj gjithmonë binte kur Hailey bënte fjalë për gjyshen. Çfarë po ndodhte? Hailey kishte shpresuar të kishte më shumë kohë për të gjetur thelbin e çështjes. Por papritmas, ajo mori një telefonat nga shefi i saj që i informoi se do të ishte pjesë e një skuadre që do të shkonte jashtë qytetit për një takim biznesi në fundjavë. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte kjo, do të ishte larg për të paktën 2 ditë dhe do të kishte nevojë për dikë që të kujdesej për vajzën e saj. Hailey mendoi ngadalë. Nuk kishte mënyrë që kjo të mos përfundonte në katastrofë. Ajo bëri kurajo që të duroj duke parë zemrën e vajzës së saj të thyer. Hailey telefonoi Suzyn dhe njoftoi se do të duhet të kalonte fundjavën te gjyshja. Por, kur ia tha me një zë të buzëqeshur, ajo heshti. Vajzës ju dridh buza e poshtme dhe sytë e saj tashmë plot i than: "Ti the se nuk do të shkonim atje derisa të duhet me të vërtetë. Unë nuk dua, të lutem." Hailey duhej të shihte larg për të fshirë lotët e saj. Vetëm edhe këtë herë, tha ajo, dhe lotët e vajzës së saj përfundimisht u lëshuan. Por Suzy nuk vazhdoi për të përpjekur që të bindë atë të kundërtën. Ajo dukej se kishte pranuar fatin e saj, që ishte edhe më tronditës për të parë. Ajo u largua me kokën e ulur poshtë, duke u drejtuar drejt për drejt në dhomën e saj për të fjetur. Hailey bëri gjithçka gati dhe çoi vajzën e saj tek gjyshja Jun. Gruaja e moshuar ishte më shumë se e kënaqur të shihte vajzën dhe mbesën e saj përsëri. Ajo e përqafoi Hailey fort, por buzëqeshja e saj dukej si përloviste në momentin që ajo e përqafoi Suzyn, duke pasur ndjenjën se diçka ishte e gabuar. Hailey la Suzyn tek gjyshja Jun dhe shkoi në udhëtimin e saj për punë. Por atë natë, ndërsa ishte në dhomën e hotelit të saj, ajo nuk mundej të mendonte gjë tjetër, por të ndjehej sikur kishte bërë një gabim të tmerrshëm duke lënë nënën që të kujdeset për vajzën e saj. Hailey ishte ende e humbur në mendime kur telefoni i saj filloi të binte. U surprizua kur e pa se ishte nëna e saj, duke qenë e befasuar për faktin se Jun zakonisht telefononte shumë rrallë dhe më shumë dërgonte mesazhe. Jun dridhej me shqetësim kur fliste.
Ajo raportonte se kishte diçka të çuditshme për Suzin. Ajo ka vepruar shumë çuditshëm qysh që erdhi këtu, nuk e di çfarë kishte. Ajo e telefonoi shefin e saj dhe shpjegoi se kishte një emergjencë në shtëpi, pasi kishte kaluar tashmë ditën e parë të udhëtimit me kolegët e saj dhe bashkëpunëtorët e biznesit që do të takoheshin. A do të ishte në rregull nëse do mundja të isha kthyer në shtëpi? Shefi i saj, që e vlerësonte Suzin, u pajtua pothuajse menjëherë. Shpresoj që gjithçka është në rregull, më mbaj të informuar. Hailey hyri në makinën e saj sa më shpejt që ishte e mundur. Ajo menjëherë filloi të drejtonte makinën për në shtëpinë e nënës së saj, duke ditur se do të arrinte atje një ditë më herët. Ndërsa ajo shpejtonte në autostradë, ajo duhej të gjente se çfarë po ndodhte me vajzën e saj, çfarë kishte ndryshuar gjatë shumë të herave që ajo dhe Hailey ishin të gjyshja gjun dhe si Hailey mund të rregullonte atë. Zemra e Haileyt shtiu kur ajo arriti në shtëpinë e nënës së saj dhe gjeti Suzin, vajzën e saj, të ulur në një cep të dhomës të ndenjes, larg dhe të pikëlluar. Por Suzi dukej e pavëmendshme ndaj pranisë së saj, e humbur në botën e saj. Pamja e trishtuar e Suzit shkaktoi një ndjenjë urgjencë te Hailey. Ajo kishte një ndjenjë se diçka nuk ishte në rregull, andaj vendosi që t'i shihte incizimet e kamerave të instaluara në shtëpinë e nënës së saj. Duke shqyrtuar filmin, ajo zbuloi një të vërtet friksuese. Një figurë si hije kishte qenë rreth Suzit, duke shkaktuar stres tek ajo. Alarmuar nga zbulimi, Hailey kontaktoi menjëherë nënën e saj June, që nuk ishte e vetëdijshme për asgjë. Duke shpejtuar nënën e saj të vinte, Hailey friksohej për sigurinë e saj dhe të Suzit. Ndërsa pritin ardhjen e gjyshes June, Hailey e siguroi përsëri Suzin dhe përgatitjej për të më të keqen. Kur në fund erdhi gjyshja June, e vërteta erdhi në dritë. Një intruder kishte jetuar në papafingon e saj pa dijenin e saj. Autoritetet u thirrën dhe intrudi u kap duke sjell fundin e ngjarjes. Ndërsa trauma e Suzit filloi të shërohej, Hailey ndjeu një ndjenjë të lehtësimit duke e ditur që mendimi i shpejtë i saj kishte parandaluar një katastrofë potenciale dhe kishte rikthyer paqen në jetën e tyre. Kur ne ndeshemi me sfida të papritura në jetën, mendimi dhe intuita jonë është mjeti ynë më i fuqishëm për të shpëtuar. Në momentet e errta, ai na ndriçon rrugën dhe na drejton drejt vëllëzërisë, lumturisë dhe fitores. Le të udhëheqemi nga mendimet dhe intuitat tona dhe të shndrojmë sfidat në sukses. Faleminderit për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Mos harroni të abonoheni, të ndani dhe të pëlqeni përmbajtjet tona për të na ndihmuar më shumë. Ne vlerësojmë mendimet tuaja, kështu që mos hezitoni të ndani ato në komentet më poshtë. Deri herës tjetër, qëndroni kurioz.